Mirë se erdhët peshor të dashur në Letra Trofejnë, jam Diana dhe do bëjmë leximin e radhës për ju. Të dashur peshor, kjo javë për peshorën duket si një javë ku duhet apo ku do përballeni me disa ta them zgjedhje ose iluzione që duhet i shihni qartë. Mund të ketë dëshira, plane ose njerëz që tërheqin në drejtime të ndryshme, të dashur peshor. Por mesazhi i javës është që të mos lejoni që dëshirat momentale t'ju largojnë nga ajo që është realisht e mirë për ju. Perëndori. Kjo letë tregon nevojën për stabilitet, kontroll, pra që kërkohet vërtet këtë javë nga ju, mund të shfaqet një situatë apo situata ku duhet të jeni shumë të qartë dhe të fortë në vendimet e tuaja. Mund të jetë një vendim serioz, një person autoriteti në jetën e juaj, ose një situatë ku duhet të merrni drejtim. Të dashur peshor, mos lini të tjerë të vendosin për ju. Kjo javë kërkon vendime të qarta dhe të pjekura. Të qarta dhe të pjekura. 7 të kupës, ja ku janë ato iluzione, cilët të zgjedh çfarë të bëj, tregon shumë mundësi, por edhe shumë konfuzion. Mund të keni disa zgjedhje përpara jush ose shumë mendime që ju shpërqendrojnë. Këto mund të jenë shumë ide ose plane, një person që nuk është aq i qartë sa duket, ose një situatë që duket më e bukur se sa është në të vërtetë. Të dashur peshor, kjo letër thot të bëni kujdes të mos mashtroni nga iluzionet ose nga premtimet që nuk kanë bazë, qoftë nga ndonjë person apo situatë. Shikoni faktet dhe mos vendosni vetëm nga entuziazmi. Asi i monedhës. Është mundësi e re dhe shumë konkrete. Një fillim i ri në punë, një mundësi financiare ose një projekt që mund të sjellë stabilitet në të ardhmen. Këshilla që jep kjo letër të dashur peshor është nëse vjen një mundësi serioze, merreni një në konsideratë me më shumë kujdes. Mund të jetë diçka që do të ndërtohet dhe do jetë aty për një kohë të gjatë, absolutisht në favorin e juaj të dashur peshor. 3 të shpatës tregon zhgënjimin ose një të vërtet që mund të dhëm pak. Je koncentruar diku tjetër, edhe duhet të zgjedhësh diçka tjetër. Një bisedë e vështirë, një zhgënjim nga dikush, ose një moment ku shihni realitetin apo të vërtetën e një situate apo të një personi. Një e vërtet mund të dalë në dritë të dashur peshor, por kjo do t'ju ndihmoj të mos jetoni më në iluzione. Të dashur, jo çdo gjë që duket tërheq se është e mirë për ju, apo e mirë për ne në përgjithësi. Kjo javë kërkon të dalloni mes iluzionit dhe realitetit. Mos e ndiqni pra çdo mundësi që shfaqet. Zgjidhin vetëm atë që është e qëndrueshme dhe ju duket e sinqertë për situatën që ndodheni.